Nga Shkodra, unë jam Ervin Leka dhe kjo është ABC News. Edi Rama ka marrë sot medaljen më të lartë nga shteti i Izraelit prej presidentit Herzog në Jeruzalem. Në fakt, nuk është thjesht një medalje për Edi Ramën dhe jo vetëm për kryeministrin e Shqipërisë, është një vlerësim për gjithë vendin ose më saktë vendin e vetëm ku hebrejt ishin më shumë në fund se sa në fillim të luftës dytë botërore. Nga vendet e tjera, përfshirë gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, ashtu si në Gjermani, Poloni apo Hungari, hebrejt u zhdukën, u vranë, u futën në kampe përqendrimi dhe urie. Te ne jo. Te ne u strahuan dhe shpëtuan jetën. Dhe të mendosh që Shqipëria nga ana e saj shpëtoi për pak në konferencën e paqes në Paris pas luftës për t'u rreshtuar në kambin e humbusve dhe jo të fituesve. Ndërkohë si sot 86 vjet më parë, një grup shqiptarësh të paorganizuar por të zemëruar, të paarmatosur mirë por të motivuar nga 5000 braktisës vendit nga ata që drejtonin, u rreshtuan në bregun e Adriatikut pranë atij që sot është porti i Durrësit dhe nga tora e vjetër që luan me Mauzerët e vjetër të luftës së parë botërore, ushtarët italianë që post barkonin të pushtonin Shqipërinë dikur aleate e tyre. Dhe rezistenca nuk zgjati shumë, por ama të shumt ishin viktimat e ushtarëve italianë vrarë nga Mujo Ulçinaku dhe mbështetësit e tij. Rezistenca e 7 prillit ka diçka romantike dhe të fortë. Bashkoi qytetarët e katundarët të premte të zezë të 7 prillit 1939. Bashkoi studentë, xhandarë, zejtarë dhe tregtarë, punëtorë dhe agallar në mbrojtje të Shqipërisë, pas një interes dhe pas një agjendë politike, pa një organizim ushtarak, e prap, ata hynë në histori. Në historinë ku politikanët dje dhe sot, që nga Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha dhe deri tek Edi Rama dhe Albin Kurti, kërkojnë të hynë dikush me hir, dikush me pa hir. Të gjithë flasin në emër të shqiptarisë, kombit dhe flamurit, tundin kushtetutën, por më shumë e tundin si statut partie, pjesë të agjendeve të tyre politike, ambiceve personale, dhe duke sikur gjithë përsërisin atë fjalinë proverbiale të Ismail Qemalit, se prapa u vjen historia. Në fakt, ata e vrapojnë historisë nga pas dhe ajo nga anë e saj shpesh u ka rezervuar vetëm korridoret e saj më të errta. Korridore që duhen ndriçuar në mënyrë që e vërteta të merret vesh. Këtë do të tentojmë të bëjmë ne sonte me disa historianë shkëlqyer. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Debatet, temi historike janë debate që nuk e zaurojnë dot në 60 minuta, ajsa është emisioni për sonte, por do ta nisim duke folur fillimisht për 7 prillin 1939. Me mua në studio janë profesor Pascal Mira, mirë profesor, kënaqësi t'ju kem program sonte. Profesor Plumçuvi, profesor. Mirëmbrëma. Dhe Maringlen Kasmi, historian, mirëmbrëma Maringlen, i cili sot kemi përgatitur Maringlen një material nisur nga një artikull i pak vite më parë, por do të flasim për këtë pak minuta më vonë. Fillimisht, profesor Xhufi, po flisni pak para gjatë editorialit dhe ju nuk ishte fort dakord me formulimin që unë i kisha bërë. Ndoshta ajo shpreha që fshatar dhe agallar ndoshta nuk ju pëlqeu. Unë u nisa në fakt nga një film që unë e shoh edhe me nostalgji time personale, një film, ndoshta filmi i fundit i Sandor Prostit, Plaku dhe Asmi, ku Sandor Prosti luan rolin e një katundari të Shqipërisë mesme që kishte luftuar për krah Haxhi Qamilit, por atë ditë që ishte edhe ditë pazari, la pazarin dhe ju bashkua njerëzve që kishin dalë për të rezistuar pushtimin italian. Pra, le të themi, ka diçka romantike në atë rezistencë shqiptare. Më shumë se romantike, do të thosha dramatike, dhe është një përsëritje, këto historitë ne janë përsëritur vazhdimisht në të gjitha epokat, apo jo. Kemi pas gjithmonë pushtues, kemi pas dhe rezistencë kundër, kemi pas dhe bashkëpunim me pushtuesin. Në tradhtar. Kjo është, si thuaç një... Si gjitha vendet, a? Po, kjo është... Nuk bëjmë përjashtim nga të tjerët. Jo, absolutisht. Është çështje pasaj për masash. Për masash. Aty mund të ketë ndonjë problem që ndryshon nga njëri vend te tjetri. 7 prilli realisht këto, sidomos këto dekadat e fundit, themi, për të flitet shumë pak, ju thatë që u tentua të bëjë edhe një film pikërisht për 7 prillin. U la për gjysmë për shkak për fat keq për ikjen vërtet tragjike të Sandor Prostit, artisti i popullit i jashtëzakonshëm. Megjithatë, po them që në librat e shkollës, në propagandën e
sigurisht regjimit që e identifikonte vetëm me ngjarjet e luftës dhe me këtë aktin e parë të rezistencës, padyshim trajtoheshin. Tani janë lënë në heshtje. Shumë modeste ishte sot ceremonia në Durrës. Unë do të thosha që mase nuk ka shqiptar që nuk e di që në 7 prill është pushtuar por nuk din pikërisht atë që thatë ju, që ka pasur një tradhti të popullit shqiptar nga, po them, nga drejtuesit e vet, nga pushtetarët e vet, nga Ahmet Zogu, pikërisht që deri në 6 prill i premtonte, kur ishte e qartë që do sulmohej Shqipëria, kishin dështuar gjitha tentativat për të gjetur një marrëveshje, një zgjidhje me regjimin e Mussolinit, dhe thoshte do vesh shoppinga dhe do dalë në mal për të mbrojtur vendin, në një kohë që e kishte ndarë vendin që do të ikte. Kjo është një gjë që në luftën e dytë botërore e vështirë të gjesh në vendet e Europës që të ke ndodhur kështu. Sepse edhe koalicioni jo pasiklete, jo pasiklete, pikërisht. Profesor Milo, kemi një material që në fakt i bazohet e një shkrim dhe studimi i Marin Glenit, i referohet materialeve gjermane, cilët temi njihen për atë ftohtësinë e tyre në rreshtimin e fakteve, dhe aty në fakt përmendet një fakt që Ahmet Zogu temi sa ishte në qytet ecin pikal, pastaj kur doli nga qyteti ipin makinë dhe u largua drejt Greqisë. Por profesor Xhufi është më i drejtë për drejtë dhe që thotë e radhit të aktet e tradhtisë, braktisjen që i bëra Ahmet Zogu, por në fakt po ato shembuj që po solli profesor Xhufi tregojnë që në fakt drejtuesit, monarkët apo kryeministrat nuk e kanë pasur të rezistojnë asaj furie të madhe pushtuese italiane dhe pastaj edhe të nazizmit gjerman. Pra, mund të radhitës largimin e Zogut tek tradhtit kombëtare? Braktisje po tradhti kombëtare? Para se të shprehem për pyetjen tuaj, unë duhet të theksoj që si vjet është 80 vjetori i mbarimit të luftës së dytë botërore. Dhe në të gjithë Europën dhe më gjerë do të bëhen festime të mëdha për kujtimore për 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Dhe në këtë kuadër, gjatë gjithë këtyre muajve, në shumë vende, janë duke u përkujtuar ngjarjet lokale, pikërisht në këtë kuadër të madh të 80 vjetorit të fitores kundër fashizmit. Për fat të keq në Shqipëri, këtu tek ne kjo ndihet fare pak, kur ne, për të mos thënë as pak, kur ne kemi shumë arsye, sepse kemi qenë në balë të luftës antifashiste, kemi qenë antar të koalicionit antifashist botëror të popujve, dhe për peshën dhe rolin që kemi luajtur, si një vend i vogël, ne kemi arsye që të krenohemi për këtë kontribut që kemi dhënë. Por, është kjo një thirrje pikërisht nga studia juaj, që të paktën gjatë muajve në vijim, derisa të vi maji, që 8-9 maji që është për vjetori i rumbullakt, i 80 vjetorit të fitores, të mundet edhe Shqipëria, ashtu si që bëri në atë kohë që ju bashkua luftës antifashiste botërore, të paktën tani t'i bashkohet rrymës progresive, pozitive, të ndershme, të ceremonialeve përkujtimore të ngjarjeve të luftës së dytë botërore. Dhe duke qenë se 7 prilli përkujtimi i tij na ka sjellë sot këtu në studion tuaj, unë sigurisht që jam një nga kolegët që jemi marrë gjërësisht me historinë e luftës së dytë botërore në Shqipëri, përfshirë këtu edhe pushtimin italian të Shqipërisë në 7 prill të vitit 1939. Dhe ajo është një çështje që është diskutuar është parë dhe riparë, por nga të gjitha pikpamjet, nga do që ta shohësh, rezistenca shqiptare e 7 prillit, jo vetëm në Durrës, por edhe në Vlorë, por edhe në Shëngjit, ishte një rezistencë kombëtare antifashiste që i ka nderuar dhe e i nderon shqiptarët dhe Shqipërinë.
Dhe në këtë kuadër duhet patjetër që të ketë vendin e merituar në historinë tonë kombëtare. Për sa i përket qëndrimit të veprimtarëve kryesor të asaj kohe dhe të mbretit Zog në raport me ditën, në raport me rezistencën, patjetër që ka komente të mbështetura, të bazuara që e ngarkojnë atë me përgjegjësi të rëndë për faktin se ai nuk organizoi rezistencën si kryetar shteti, si kryekomandant i ushtrisë, të asaj ushtrie shqiptare, aq sa e kishim dhe si e kishim, dhe mbi të gjitha ai nuk qëndroi si burr shteti në momentet kur provohet je apo nuk je burr shteti, sepse në orën 12 të ditës premte, ai doli me një deklaratë zyrtare që u bëri thirrje shqiptarëve që do të qëndrojmë deri në pikën e fundit të gjakut duke luftuar, ndërkohë 5 orë më vonë i hypi makinës, kaloi përmes rrugës së Elbasanit, i vëzhguar nga trupi diplomatik i huaj që ndodhej në atë kohë në Tiranë, dhe mori dhe u largua, siç e dinë të gjithë shqiptarët, për në Greqi, ku përfundoi ditën tjetër. Komendet janë bërë dhe debatet që bëhen dhe sot e kësaj dite janë. Veprimi i Ahmet Zogut ishte një veprim tradhtie kombëtare, apo ishte një lëvizje normale e një kryetari shteti që s'kishte çfarë të bënte në ato momente kur vendi po pushtoi. Po ndoshta pushtimi në thojza kishte ndodhur shumë më herët dhe ishte vetëm akti formal? Patjetër që pushtimi i Shqipërisë kishte vite që po përgatitej. Dhe në mënyrë intensive ai filloi gjatë javëve të fundit, në mënyrë të veçantë ai filloi pas 15 marsit kur Gjermania pushtoi Çekosllavakinë dhe Mussolini i pa informuar nga Hitleri u inatos dhe tha që unë do të bëj një akt veprimi, tash do shkoj të pushtoj Shqipërinë dhe ai Hitleri do ta marrë vesh nga gazetat. Ndonse duhet të them që i parapriu Italia kishte kohë që punonte që ta uzurponte Shqipërinë, patjetër. Ky ishte akti final, por duhet të qëndroj tek ajo që nisa, më fal. Po, s'ka. Duhet të qëndroj tek ajo. Një kryetar shteti, siç ishte Ahmet Zogu, në atë moment, në 7 prill, apo në 8 prill, kur ai u largua, ai padyshim që Shqipëria e vogël, e dobët, e sabotuar nga brenda, nuk do të mund të rezistonte pushtimit italian. Dhe këtu nuk ishte fjala për të rezistuar gjatë. Por përkundrazi ishte fjala për të bërë një akt rezistence që i takonte për ta bërë si kryetar shtetit dhe si kryekomandant i ushtrisë. Nuk e bëri, sepse siç u thash, ai në momentin që bëri deklaratën ku bënte thirrje shqiptarëve që të luftonin deri në pikën e fundit të gjakut, pikërisht pas kësaj ai u largua dhe i la shqiptarët pa komandant. Sigurisht po e them edhe një herë tjetër, që ai do të mund të rezistonte, e kam thënë dhe herë tjera, mund të rezistonte 3 ditë në malet e Shqipërisë. Bënte aktin. Atë që bëri mbretëresha e Holandës. Mbretëresha e Holandës, atë që bën norvegjezët, apo dhe vendet të tjera, patjetër padyshim, vendet tona fqinje që rezistuan nga 2 javë. Pastaj u detyruan përballë forcave fashiste gjermane, siç ishin jugoslavët apo edhe grekët, ata u detyruan të rëzojnë, të nënshkruajnë marrëveshjen e pushimit. Edhe mbreti Zog. Por ama e thoni pati një rezistencë organizuar nga shtetet. Po pati, se ishin shtetet organizuara. Neve ishim një shtet që kishim dorëzuar dhe komandën e ushtrisë, edhe gjithçka tjetër në duart e italianëve, dhe italianët e përgatitën nga brenda pushtimin e Shqipërisë, sepse instruktorët
kryesor të ushtrisë shqiptare ishin italian. Komanda ishte në duart e italianëve. Pra, nuk duhet të prisnim një rezistencë të organizuar. Po, gjumë shkurt se u deshën 8 orë që të pushtoj Durrësi, me ata 30-40 veta që dole. Dhe ka pasur relativisht numër shumë të madh vrarësh nga ana italiane. 6 orë të 180-200 të vrarë. Shumë. Po, u deshën 6 orë të pushtoj Saranda, një komandant kompani e Hikmet Sulo që e aty. Komandant i kompanisë Kufirit. Po këta ishin komplet të pa organizuar. Ore, shkuan si patriotër. Ishte kështu. Shkuan si patriot, nuk shkuan si ushtar të zogut, tani ta themi troqat, shkuan si patriot, dhe rezistuan 6 orë, po them. Po si kur të nxireshin 2000 ushtar, jo më shumë. I kishte Shqipëria në atë kohë? Po si s'kishte më xhandarë apo ushtar? Po kishte më se kemi pas njerëzit tonë, kanë qenë në ushtara, kanë qenë në kohë të zogut. Ka qenë serioze ushtria. Vullnetarë të rinj që protestonin ditë para 7 prillit, para Pallatit Mbretëror, në Tiranë, që kërkonin armë për të rezistuar dhe su jepej. Marengden, fakt, më ka bërë gjithmonë përshime që isha e vogël, lexonim librat e historisë, po profesor Milo, besoj më dha përgjigje pyetjes time se pse quhet fillimi i luftës së dytë botërore pushtimi polonez dhe nuk quhet për shembull sulmi ndaj Shqipërisë. Por ndoshta është sulmi ndaj Sudeteve që bëri Gjermania në mars, që shpjegon diçka në dinamikën e gjërave. Në fakt, dëshirja ushtarake ndaj Shqipërisë në aktet e para, apo jo? Ishte kurorëzimi i një pushtimi që praktikisht kishte filluar me masat ekonomike shumë vjet më parë. Kështu që ky që një akt i cili nuk habiti askënd nga selitët diplomatike në Tiranë, apo edhe nga qeveritë europiane të kohës, pasi ishte diçka që pritej. Por ajo çështja që duhet trajtuar është te rezistenca që u fol pak më përpara, se çfarë pasojash do kishte patur një rezistencë e organizuar nga forcat e armatosura shqiptare në bashkëpunim dhe me ato të xhandarmerisë, sepse të dyja ekzistonin në këtë kohë, pra nuk mund të flasim për një vend që nuk kishte një organizim ushtarak. Ajo çka do të kishte patur impakt padyshim, do kishte qenë statusi që mbreti Zog do kishte patur më pas kur kalojnë në eksil. Pra, do t'ishte pranuar njësoj si kolegët, po them në thonjza të tjerë, të cilët bën një rezistencë, sado modeste të ishte ajo, dhe morën statusin e qeverisë në eksil. Kjo gjë nuk... Zogut i mungoj dëshira, apo i mungoj mundësia? Janë të gjitha kompleks. Pra, duke filluar që nga dëshira sigurisht nuk ka asnjë përmtepër një monark që ta japi me dëshirë pushtetin e tij dhe të largohet. Por nuk kishte nga të shkonte më. Pra ky, sikur se tham, ishte kurorëzimi një sër masave, e cila gjithsesi nuk duhet ishte një kohë që kalohet pa një rezistencë, qoftë ajo dhe formale. U përmend rezistenca në Durrës, rreth 7 ore gjysmë luftime, me rreth 200 vrarë ushtar italian, ndërkohë që flasim për rezistencë spontane, pra drejtuar nga Mujo Ulqinaku, sepse kohët e fundit ne kemi dëgjuar edhe për Abbas Kupin, që ka qenë në fakt këto ditë komandanti i xhandarmerisë në Durrës, e ka marrë detyrë në 4 prill, pra 3 ditë para se të bëj pushtimi italian i Shqipërisë. Pra Zogu diçka ka ditur apo jo? Me detyrën që nëse do linte nevoja të pengonte përparimin e forsave italiane dhe të jepte kohë Zogut që të largohej të bëri atë që... Dhe po kjo nuk ndodhi? Kjo gjë nuk ndodhi, sepse e para njëherë po të shikojmë të gjithë intensitetin e zhvillimit në datën 7 prill, që në atë raportin gjerman që ju e komentuat. Ja, do e shikojmë tani. Është shumë i detajuar, është një nga 2 burimet e huaja diplomatike që është shkruar për këtë datë, pra vetëm ambasadori, pra ministri amerikan dhe i gjerman, kanë bërë në dijenin time deri tani një raport të plot për ditën e pushtimit. Dhe nëse e shikojmë të gjithë intensitet, u pa që praktikisht kjo qëndres pregati 8 orësh dhe 8 orë, pra që u bë në Durrës, mjaftoi për mbretin që të organizonte largimin e tij. Dhe sikurse edhe ministri gjerman e thot, ai lëvizi në kalë nëpër qytet për të thënë që unë po dal në mal, ashtu sikurse premtova në fjalimin e fundit, ndërkohë që në të dalë Tiranës pastaj hypi Tromobili dhe u largua. Sigurisht e dala e Tiranës ishte diku rruga e Elbasanit, pak më sipër, sepse kjo ishte Tirana asaj kohe. Prandaj akti ishte i rëndësishëm për 2 gjëra, e para për legitimitetin e pushtimit, pra ne shikojmë që ditën e dytë
fillojnë dhe pranohet nga qeveritë e huaja pushtimi italian i Shqipërisë. Po, për fat keq, në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara, atë që nga të para që Britania themi. Nuk e pranuan Shtetet. Nuk e pranuan Shtetet e Bashkuara. Të paktën, po libra që kur Faikonica u ankua në Washington, nuk u ankua Faikonica. Me ke gabim. I pari... Kështu thotë i ekonomit. Nuk u ankua. Tani këtu mund të mos kemi të njëjtin mendim. Faikonica, më falë po dhëmë që të ndëryra. Jo, të lutëm. Faikonica ka shkuar në Departamentin e Shtetit në 7 prill dhe e ka pritur sekretari i Shtetit Hall dhe i ka bërë një deklarat gojore që ka dënuar pushtimin Faikonica dhe ditën tjetër ja ka quar këtë protest ose informacion ose not zyrtare me shkrim. Ndërkohë që po në datën 8 prill ka dalë sekretari Shtetit Hall në një konferencë shtypi me gazetarët ku ka bërë deklarat zyrtare në emër Departamentit Shtetit ku e dënon agresionin pushtimin italian të Shqipërisë. E dënon, është teksti zyrtar i botuar, e kemi botuar dhe neve në punimet tona, atë tekst plotësisht, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin e vetmja ndër fuqitë e mëdha që mbajti të thoshja qëndrim kritik ndaj pushtimit. Por ama kam përshtypjen që e njoh, po vetëm kaq. Kam përshtypjen që pra, ky është dallimi. Bashkimin e Mbretërisë Shqiptare me atë italiane kam përshtypjen që e njoh. Më fal, ajo, po aty ka dhe një frazë në atë deklarat, ka dhe një frazë në cilën thuhet që ne nuk mund të shkojnë në luftë botërore për Shqipërinë. Është e thënë aty, e nënkuptuar. Kurse pra, de facto e ka pranuar. Dhe për Poloni nuk u shkua në luftë, profesor. Shkua në luftë vetëm pas Pearl Harbor. U shkua, zyrtarisht u shkua në luftë. Sepse u shpall luftë zyrtarisht nga Franca. Franca dhe Anglia shpallën luftë. Në rast se Polonia do sulmoj, si Franca dhe Britania do të rreshtoheshin ushtarakisht për krasaj, nuk ndodhi. Mirë, po, zyrtarisht flasin. Mira, pa ishte e famshme lufta e çuditshme, pra nuk pa. Nga fuqitë e mëdha që të jemi objektiv përveç qëndrimit kritik që mbajtën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia jo vetëm që heshti dhe nuk deklaroi, është bërë një debat i famshëm në Dhomën e Komuneve në 13 prill për këtë çështje, por përkundrazi Britania e mori me të mirë Mussolini dhe është për të qeshur e për të qarë, gjitha i kryeministri i Britanisë sta asaj kohe Chamberlain, bashkë me ministrin e jashtëm Halifax, më duket, i dërguan Mussolinit fjalimin që do mbante kryeministri britanik në Dhomën e Komuneve pare se ai ta mbante. I morën miratim Mussolinit, imagjinon se çka ka ndodhur. Atëherë dakord. Mos harrojmë që është po i njëjti kryeministër me po të njëjtin ministër të jashtëm që më pas bën edhe pakt edhe me edhe me Berlinin, pra edhe me nazizmin, por kur i themi këto atëherë kur Britania e Madhe bëri pakt me Mussolinin, çfarë fuqie kishte mbreti Zog, Marengla? Jo, ishte çështja e statusit që fituan të gjitha vendet, qeveritë e vendeve të pushtuara mbas fillimit të luftës dytë botërore. Pra status i cili ndoshta do të kishte futur Shqipërinë në kanale të tjera historike, jo ashtu sikur se ndodhi. Kjo ishte në Paktin e Atlantikut që në vitin 1941 u bë midis kryeministit Wilson edhe Rooseveltit. U përcaktuan vendet aleate që aty, dhe këta të gjithë, po them, që nga Jugoslavia, që nga Greqia, gjithashtu, që i rezistoi sulmit fashist, hynë si vende aleate të tre të mëdhenjve. Shqipëri nuk u përfshi pra. Nuk u përfshi për këto arsye që po themi. Është nënshkruar